Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, kundër të tjera do të ndiqni. Këshilli i Bashkimit Evropian vlerëson reformat e Shqipërisë, veçanërisht punën e prokurorisë së posaçme, apel për të ruajtur pavarësinë e gjyqësorit. Kryeministri Rama merr pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruksel, në fokus të takimit plani rritjes dhe ecuria e negociatave të anëtarësimit. Këshilli Bashkiak i Tiranës i kërkon prokurorisë së posaçme që Erion Veliaj të marrë pjesë në mbledhjen për buxhetin 2026, por SPAK refuzon të jap leje. Një tjetër grup i trafikut të armëve goditet nga policia, arrestohen 2 persona që furnizonin bandat kriminale me pistoleta dhe municione. Njëjmë gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Këshilli i Bashkimit Evropian ka vlerësuar me nota pozitive reformat e Shqipërisë, duke u ndalur veçanërisht në punën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit, por në dokument theksohet domosdoshmëria e ruajtjes së pavarësisë së SPAK-ut dhe sistemi gjyqësor. Progresi i Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, sundimi i ligjit dhe pavarësia e pushteteve ishin disa nga elementet e prekura në raportin e Këshillit të Bashkimit Evropian. Në dokumentin ku listohen gjetjet për vendet kandidate, Këshilli vlerëson punën e bërë sa i përket drejtësisë. Megjithatë, thekson nevojën e forcimit të kapaciteteve në mënyrë që institucionet të sjellin rezultate më të forta. Këshilli mirëpret rezultatet e mira të arritura tashme nga SPAK dhe gjykatat e tij, përfshirë në çështjet e korrupsionit të nivelit të lartë. Këshilli mirëpret gjithashtu bashkëpunimin e mirë me Bashkimin Evropian dhe Agjencitë e Zbatimit të Ligjit të shteteve anëtare, i cili duhet të vazhdojë, përfshirë bashkëpunimin në hetimet financiare. Presidenca Europiane vendos gjithashtu nota pozitive në zbatimin e vazhdueshëm të reformës gjyqësore, ndërsa theksohet nevoja për ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit të strukturave. Këshilli thekson rëndësinë e pavarësisë së gjyqësorit, përfshirë strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të forcimit të mëtejshëm të qëndrueshmërisë së sistemit të drejtësisë ndaj ndërhyrjeve të brendshme ose të jashtme. Këshilli rikujton gjithashtu rëndësinë që Shqipëria të sigurojë mbrojtje efektive gjyqësore dhe zbatim të qëndrueshëm të vendimeve të gjykatave. Por jo vetëm drejtësia, një tjetër kërkesë e paraqitur në raportin për Shqipërinë ishte reforma zgjedhore, duke sjellë si shembull mangësitë nga zgjedhjet e 11 majit. Këshilli vëren se zgjedhjet parlamentare të 11 majit të vitit 2025 ishin konkurruese, pavarësisht mangësive të identifikuara të cilat duhen të adresohen. Në këtë kuadër, Këshilli bën thirrje për një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore dhe në përputhje me rekomandimet e OSBE Odirit dhe Komisionit të Venecias. Ndërkaq, menaxhimi i territorit, zhvillimi ekonomik dhe politika e jashtme u cilësuan në progrese sipër. Gjithashtu, Këshilli i Bashkimit Evropian theksoi se Shqipëria duhet të vijojë punën sa i përket plotësimit të grup kapitujve, në mënyrë që të përballojë njësoj si vendet anëtare, tregun dhe politikat e Unionit. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur në Bruksel për takimin e radhës sa i përket planit të rritjes. Pjesë e këtij samiti është edhe kryeministri Edi Rama, i cili përpara nisjes së diskutimeve zhvilloi dhe një takim me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Kryeministri Rama do të marrë pjesë në seancën plenare thellimi i bashkëpunimit dhe avancimi i integrimit gradual, si dhe plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Në tryezën e përbashkët, Shqipëria dhe Malezi ulen si pararoje negociatave për anëtarësim, krahasuar me shtetet e tjera të rajonit. Kryeministri Rama dhe homologu malezez kanë arritur që të përfshihen në integrimin gradual, çka ka sjellë përfitime për vendet respektive nga fondet para anëtarësimit, si dhe lehtësira të tjera. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike i mbledhur pas ditën e kësaj të mërkure vendosi nisjen e protestave masive në të gjithë vendin. Sali Berisha paralajmëroi kryeministrin Edi Rama, për të cilin tha se i ka orët e numëruara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar paralajmëroi radikalizimin e aksionit opozitar pas operacionit të SPAK për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe kërkesës së prokurorisë së posaçme për arrestimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku, Berisha deklaroi se opozita duhet të shohë mundësinë për protesta të qëndrueshme ose për greva urie. Edi Ramën erzon ajo lëvizje që ngjit aty dhe nuk shqitet më. Ajo lëvizje. Dhe ne do ta bëjmë atë lëvizje. Le do ta kemi shumë të qartë
Edi Rama erëzon ajo lëvizje që devriskohet me greva, me protesta, me demonstrata, me greva urie, me të gjitha format. Tani jemi në të drejtën e Zotit. Sipas Berishës, opozita nuk ka agjendë tjetër përveç protestës. Agenda jonë do t'jetë protest dhe vetëm protest. Kjo do t'jetë kryesore. Në të gjitha format, kudo, brenda dhe jashtë Shqipërisë, degë tona, kudo që janë, do të angazhohen protestat fuqishme. Në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar mungoi Ervin Saliani, i cili sqaroi se nuk erdhi në mbledhje për të mos larguar vëmendje nga skandalet e qeverisë. Ish presidenti Ilir Meta do të dëshmojë ditën e nesërme në prokurorinë e posaçme për dosjen e 21 janarit. Pritet që ai të shoqërohet nga ambientet e paraburgimit me forca policie. Kërkesa e tij e disa javëve më parë për të dhënë deklarime të shpranuar nga SPAK-u. Avokati i tij, Kujtim Cakrani, në një dalje publike e konfirmoi kërkesën e të mbrojturit prej tij dhe shtoi se Meta disponon dokumente dhe materiale video të panjohura nga organi hetimor që do t'ia vendos në dispozicion prokurorisë. Për dosjen e hapur 21 janari, pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, janë pyetur më herët ish kryeministri Sali Berisha dhe ish ministri i Brendshëm i kohës Lulzim Basha. Në një letër zyrtare drejtuar prokurorisë së posaçme, Këshilli Bashkiak i Tiranës kërkoi që Erion Veliaj të marrë pjesë në mbledhjen për buxhetin e vitit 2026, por SPAK refuzoi të jap leje edhe pse u garantua çdo mas për sigurinë e tij. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka kërkuar praninë e kryebashkiakut Veliaj në mbledhjen ku pritet të diskutohet buxheti për vitin e ardhshëm. Antarësia socialiste e institucionit në kërkesën drejtuar prokurorisë së posaçme dhe drejtorisë së përgjithshme të burgjeve shprehet se pjesëmarrja e Veliajt në mbledhje është detyrueshme pasi preken çështjet e interesit publik. Neni 58.4 përcakton se kryetari i bashkisë ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe të raportojë. Neni 60 përcakton bashkëpunimin e detyrueshëm ndërmjet kryetarit të bashkisë dhe Këshillit Bashkiak për çështjet e interesit publik. Nga SPAK, Këshilli Bashkiak kërkon leje të përkohshme për kryetarin Veliaj, ndërsa shprehet gatishmëria për bashkëpunim në mënyrë që të respektohet çdo rregull sigurie. Ju kërkojmë që nëse ndaj tij janë duke u zbatuar masa kufizuese të vlerësohet. Lejimi i përkohshëm për pjesëmarrje fizike në një nga datat nga 16 deri në 18 dhjetor 2025. Këshilli Bashkiak është i gatshëm të bashkëpunojë plotësisht për çdo kërkesë sigurie, protokolli apo logjistike të institucioneve tuaja, me qëllim garantimin e një procesi ligjor transparent dhe funksional. Megjithatë, kërkesa e Këshillit Bashkiak të Tiranës mori përgjigje negative nga Prokuroria Speciale, e cila thotë se nuk e miraton lejen e veçantë në mënyrë që kryebashkiaku të jetë prezent në mbledhjen e sejntes. Një konflikt mes të miturme në një shkollë private në lagjen nr. 3 në Sarandë ka përfunduar në përdorimin e thikave. Mësohet se një 13 vjeçar ka debatuar fillimisht me një 15 vjeçar me pretendimin se kush i kishte zënë rrugën tjetrit. Pas kësaj 13 vjeçari ka nxjerrë një thik që e kishte me vete dhe ka goditur në qafë 15 vjeçarin. Menjëherë pas ngjarjes 13 vjeçari u largua menjëherë nga shkolla, teksa i mituri tjetër është transportuar në spital, ku pas mjekimit të plagës së marrë është larguar nga aty në gjendje të mirë shëndetësore. Policia ndërkohë vijon kërkimet për 13 vjeçarin. Dy persona kanë përfunduar në prangat e policisë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim me akuzën e trafikut të armëve. Dyshohet se ata furnizonin me pistoleta dhe armë të llojeve të tjera grupe të ndryshme kriminale. Një tjetër grup që trafikonin armë zjarri është goditur nga policia. Komisariati nr. 5 ka arrestuar 2 persona, ndërkohë që një tjetër është shpallur në kërkim. Ata dyshohet se shisnin armë zjarri të grupet e tjera kriminale. Në pranga kanë rënë Bledar Jella dhe Xhemal Shehi, ndërkohë bashkëpunëtori i tyre 29 vjeçar është në kërkim nga uniformat blu. Sipas policisë, këta 3 persona prej kohësh siguronin armë të ndryshme dhe më pas i shisnin në grupet e tjera kriminale në Kamës, por dhe në zonat e ndryshme të Tiranës. Hetuesit kanë arritur që të dokumentojnë 2 raste të tregtimit të pistoletave, ndërkohë që po punohet për zbulimin e rasteve të tjera. Burimet bëjnë me dije se armët shiteshin në treg nga 2.000 deri në 3.000 euro, ndërsa pistoletat ishin të modeleve të reja. Dyshohet se armët e zjarrit ishin futur ilegalisht në vendin tonë përmes Kosovës. Të arrestuarit rezultojnë me precedent të mëparshëm penal për vjedhje. Pas arrestimit, policia sekuestroi 2 armë zjarri, pistoleta dhe municion luftarak që dyshohet se do të shiteshin në kryeqytet.
Hetuesi dyshojnë se përveç tretërinjve në grupën mund të jenë dhe persona të tjerë të përfshirë. 16 personat e arrestuar për ndotje mjedisore në zonën e ish metalurgjikut në Elbasan janë lënë të lirë. Gjykata e quajti të paligjshëm ndalimin e tyre, por prokuroria deklaroi se do ta apelojë vendimin për masën e sigurisë. Një seancë maraton, gjykata e Elbasanit i ka cilësuar si të paligjshme arrestimet e operacionit metalurgjiku që vuri në pranga 16 persona, kryesisht shtetas të huaj, pasi sipas hetimeve paraprake, ata kishin ushtruar aktivitet të paligjshëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferrokromit, duke shkaktuar ndotje mjedisore. Vendimi i gjyqtarit Eliz Zina shkaktoi përplasje pasi prokurori i çështjes Kreshnik Ayazi paralajmëroi se ai do të apelojë vendimin sapo të zbardhet zyrtarisht. Prokurori Ayazi kishte kërkuar caktimin e masës së sigurimit detyrim paraqitje për 15 prej të ndaluarve dhe për një prej tyre detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë vendit. Gjykata në përfundim i shpalli të paligjshme ndalimet në flagrancë për të 16 personat, por nga ana tjetër pranoi të lërë ata në detyrim paraqitje. Argumenti dhënë nga gjyqtari ishte se raporti i inspektoriatit mjedisor që mbulon zonën e Elbasanit dhe Beratit tregon që nuk ka patur ndotje të shkallës së lartë. Avokatët nga ana e tyre i quajtën të manipuluara pamjet filmike të shpërndara zyrtarisht nga policia, duke thënë se ato nuk i përkisnin subjekteve të akuzuara, sepse ata operojnë si ferrokrom, jo në pjesën e riciklimit të baterive, siç thuhej në njoftimin e policisë. E megjithatë, sipas prokurorit, personat janë arrestuar në flagrancë dhe hetimet do të vijojnë pasi çështja paraqitet komplekse. Ai nuk përjashtoi mundësinë që nëse gjatë hetimeve provohet plotësisht ndotja të kërkohen masa sigurimi më të rënda ndaj personave të procesuar. Ues që gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, bashkëndajmë këto natën e mirë.